Kjo është një ngjarje që ne në Shqipëri të gjithë na duket sikur e njohim. Çfarë ndodhi në 20 shkurt 1991? Në kujtesën tonë kolektive është shënuar si rrëzimi i statujës Enver Hoxhës. Është një temë që unë në atë kohë edhe e kam jetuar, por sidomos në 5 vitet e fundit jam përpjekur që të mblidhja çdo dokument në lidhje me këtë temë, çdo fotografi ta studioja, çdo dëshmi, nuk e dija edhe vetë se çfarë do dilte. Në fund fare pastaj mes një libri studimor dhe një romani, vetë lënda u kthye në një roman dhe besoj që është një libër i cili përpiqet të hedhë dritë edhe mbi ngjarjen, por mbi të gjitha ta bëj lexuesin që të mendojë çfarë ndodhi realisht atë ditë. Kush e rrëzoi statujen? Gati si një hetim policor. Në fakt, gazetari gjerman Johannes Kessler, pra personazhi kryesor i këtij libri, ka ardhur në Shqipëri, ka qelluar aty rastësisht, ndërkohë që kërkonte dikë, një vajzë, qelloi aty në momentin kur u rrëzua statuja, ishte shumë i ri në moshë, mblodhi dëshmi në atë kohë, të cilat nuk e kuptoi fare, dhe rikthehet pas 34 vjetësh që të ballafaqojë dhe personazhet që takoi atëherë me historinë, me kujtimet e tyre të shkuara dhe edhe atij i duket sikur e gjen sa më shumë i duket që po i afrohet të vërtetës. Në fakt Kessler vetë sheh që po futet në një labirint në të cilin secili nga figurat, secili nga personazhet që ai takon ka versionin e vet për historinë, po gjitha këto versione nuk përputhen. Do doja që të kenë një reflektim për mënyrën se si ata vetë mendojnë për këtë ngjarje historike, që është ngjarja kyçe e tranzicionit të Shqipërisë, por edhe për ngjarje të tjera, për historinë në përgjithësi, që mund të kemi dëshmi, mund të kemi dokumenta, mund na duket sikur çdo gjë e dim, po prap nuk mjafton. Historia me çdo dokument të ri që del, me çdo dëshmi të re që del, gjithmonë ka vend aty për ta interpretuar ndryshe.